Live from Tirana në Top Albania Radio. Asim tashmë për një skandal ndërkombëtar që lidhet me dhurimin e spermës që ka përfshirë plot 14 shtete europiane, përfshirë gjithashtu edhe Shqipërinë. Një dhurues sperme nga Danimarka, i cili pa dijenin e tij mbante një mutacion të rrezikshëm gjenetik kancerogjen, ka bërë të mundur lindjen e të paktën 197 fëmijëve në 14 shtete europiane, përfshirë edhe Shqipërinë. Ky është lajmi ndoshta më skandaloz që kemi dëgjuar ditë të fundit, se me politikën i mësuar nuk na bën më asgjë përshtypje, dhe unë kam kënaqësinë të kem një nga gazetarët e mia të preferuara të logos të Top Channel kur transmetohen lajmet, Alma Demiraj, dhe gjithashtu së fundmi ka marrë përsipër një mision shumë të rëndësishëm për të edukuar shqiptarët, se media mbi të gjitha është dhe edukim. Shëndet me Almën, i cili t'jepet në Top Radio, Top News dhe në platformat sociale. Digital dhe rrjetet sociale. Mirë se vjen në program. Ronaldo, shumë faleminderit për fjalët e mira, më surprizove. Nuk e dija që isha e preferuara jote tek lajmet e Top Channel. Dhe jo vetëm e imja. Shumë faleminderit. Dhe jo vetëm e imja. Dëgjoj, si gazetare që mbulon shpesh shëndetësinë dhe jo vetëm, lexon këtë lajm. Një herë e kapim pak në aspektin njerëzor. Çfarë ndjeve, çfarë autorundite, se nuk e jemi hasur besoj më parë me të tilla lajme. Në fakt, nuk po e kuptoja as vetë, sepse na lindi nga një diskutim çfarë ka nxjerr doli nga BBC-a. Ishin gazetarë të BBC-s të cilët kishin investiguar, ata kishin marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare, siç bëhen konferencat shkencore me mjekët, ka qenë një konferencë me genetistë, të ku morën dhe të dhënat e para dhe nisën investigimin gazetarë të BBC-s. Pra, fakt ishte një skandal shumë i madh, duke qenë përpara faktit që numri i çifteve të cilët kërkojnë të kenë një fëmijë është rritur, pra infertiliteti është i rritur në Shqipëri, por jo vetëm, në Europë dhe vende të tjera. Por nuk kemi të bëjmë besë vetëm me çifte, por dhe me gra që duan të kenë një fëmijë pa partner, apo jo? Patjetër, pse jo, nëna single, le të themi që duan të kenë, nuk duan të martohen ose për arsye të ndryshme kanë zgjedhur të jetojnë vetëm dhe tek e fundit duan të kenë një fëmijë të tyre. Pra, edhe ata mund ta kenë fëmijën, pasi shkenca ka evoluar tashmë dhe nëpërmjet fertilizimit in vitro, dhe në fakt u shokuam. Ishte një lajm shokues për gjithë. Po e diskutonim dhe në redaksinë e lajmeve bashkë me kolegen time të lajmeve nga bota, Irida Vasia, po konsultoheshim me njëra tjetrën dhe u futëm, bëm një lajm për të qenë korrekt. Për të qenë korrekt nga gjitha pikpamjet, një lajm të ftohtë, siç themi ne në gazetari, për të mos patur impaktin le themi për të rritur ankthjen, panikun tek ato çifte që mund të jenë ose jo fatkeq që kanë marrë pra materialin genetik të dhuruesit danez. Sepse në hartën e vendeve rezultonte fatkeqësisht edhe Shqipëria. Se rezulton në Shqipëria në këtë hartë? Mund të më japësh një shpjegim? Pra, si funksionon? Pra, gjithë protokolli. Më fut pak në temë, sepse jam shumë i painformuar në këtë fushë, por kam aftësinë të kuptoj që përbën interes për shqiptarët. Patjetër, Ronaldo. Pra, tham në fillim, një çift i cili nuk ka mundësi për arsye të ndryshme shëndetësore, qoftë nëna apo babai, nuk arrin të kenë një fëmijë. Në këtë rast, ginekolog pas shumë tentativave mund t'i ketë ofruar si zgjedhje për të marrë materialin genetik nga një dhurues. Por ne në Shqipëri bëjmë fertilizim in vitro, por nuk kemi laborator, sepse do kushtet posaçme, dhe qendra europiane pra laboratori është në një qendër europiane të donatorëve. Të gjithë dhuruesit shkojnë atje dhe klinikat mund ta porosisin, pra kur kanë të tilla raste, ne në fakt nuk e kemi ligjin të plotësuar për ta realizuar. Mund të ketë pasur çifte shqiptare që mund të kenë shkuar ta kenë kryer fekondimin in vitro jashtë. Danimark ose në Angli, pra, po, kanë shkuar dhe rezultojnë të jenë të përfshirë, sepse qendra e donatorëve i ka të dhënat, se ku ka shkuar materiali genetik. Por edhe klinikat shqiptare të cilët mund ta bëjnë fekondimin in vitro, janë disa në Shqipëri, që e realizojnë e ofrojnë fekondimin in vitro, mund ta kenë porositur. Pasi materiali genetik me leje importi, pra klinika bën kërkesën në Qendrën Europiane të Donatorëve, por ndërkohë pajiset me leje importi nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe është një procedurë e realizueshme. Në atë moment Qendra Europiane e mundson, vjen me bokse të ngrira, vjen në kushte të posaçme, pra
asaj klinike e cila e mundson fertilizimin in vitro. Alma, si ka mundësi që zotria, ky dhuruesi donatore nga Danimarka, nuk është kuptuar në testet që i është bërë? Pra, besoj që ka një protokoll testesh që zbulojnë sëmundje të ndryshme që mund të mbarti, pra është i pastër gjenetikisht apo sëmundje aktuale që mund të ketë dhe nuk është kuptuar ky mutacioni i rrezikshëm kancerogjen. Dhe mos jaro pak me aq sa informacion sa ti ke, kur është kuptuar? Ronaldo, në fakt dhe a janë dhe ndjes dhe pasi e kanë zbuluar këtë problem gjenetik të donatorit, a janë informuar klinikat që kanë marrë që kanë bashkëpunuar pra Po, që kanë marrë materialin genetik për të kryer fekondimin. Në fakt, unë duhet të jetë një mjek genetist që ta shpjegoj tamam, por kur kryen analizat, ai rezultoi që ai ka qenë thjesht bartës. Dhuruesi, i cili e ka nisur dhurimin që kur ka qenë student dhe janë ju e përmendët 197 rreth 200 fëmijë pra që kanë lindur me materialin genetik të këtij dhuruesi. Pra, e ka nisur që kur ka qenë student. Ai nuk ka rezultuar të jetë i sëmurë me kancer. Do këtë qenë bartës, por thjesht genet e tij kanë pësuar mutacion gjatë rrugës dhe ka rezultuar që fëmijë të përsalindur, disa prej cilëve, siç thoshte edhe BBC, kanë humbur jetën, dhe të tjerë ndoshta edhe nuk e shfaqin, rezultojnë dhe ata thjesht bartës, ndoshta dhe urojnë që mos të kenë kur probleme kancerogjene. Nuk di të shpjegoj se deri në sa detaje bëhen analizat genetike, pasi duhet ta dish. Po kur e kanë zbuluar? Çfarë ka ndodhur pra që e zbuluan si, domethënë ky është një skandal i zbuluar nga gazetari i BBC-s, që vuri në dieni dhe si quhet? Qendrën e donatorëve. Jo, absolutisht. Në konferencat shkencore, mjekët genetistë kanë diskutuar për këtë gjë. Janë ata që kanë referuar të dhënat. Gazetarët më pas prodhuan artikullin dhe investiguan më tej, pra i dhënë zë. Le të themi, nuk e lanë në heshtje këtë situatë, e cila sigurisht që përbën skandal. Në dinin time, me të dalë ky lajm, ndoshta dhe më herët, pra kur është diskutuar dhe nga vetë mjekët genetistë në Londër, ku është zhvilluar dhe konferenca, kanë kontaktuar klinikat të cilët ofrojnë fekondim. Thash, qendra Europiane e Donatorëve e di se ku e ka dërguar materialin genetik. I di klinikat dhe ka telefonuar dhe në ato klinika, po. Çfarë ka ndodhur më pas? Nuk di, nuk jam në gjendje të them nëse ka pas apo jo klinik shqiptare që e ka ofruar. Dim që Shqipëria është në hartën e dhuruesit, por thash edhe një herë, a është në hartë sepse çiftet shqiptare kanë shkuar dhe kanë kryer fekondimin jashtë, apo ka qenë një kërkesë, këtë ndoshta Ministria e Shëndetësisë duhet, se Ministria e Shëndetësisë e di, pasi pa leje importi nuk futet. Ka përgjithësi ministria në këtë, pra Ministritë të Shëndetësisë në çdo shtet në këtë situatë? Nuk mendoj që i bie përgjithësia ministrisë, thjesht për sa kohë Qendra Europiane e Donatorëve ne nuk dalim. Pra, një çift që ka lindur një fëmijë me materialin dhurues të donatorit nga Danimarka, dhe fëmia ti tashmë ka probleme. Ndoshta qendra, ndoshta hetimet duhet të bëhen nga ndërkombëtarët në qendrën e donatorëve. As klinikat shqiptare të cilët kërkojnë, thash, ne nuk e kemi këtë mundësi. Dhe presupozohet që qendra ndërkombëtare, Qendra Europiane e Donatorëve është on top, edhe për sa i përket analizave është shumë më mirë se sa ne. Le të themi, as klinikat nuk do të penalizohen për këtë gjë. Urojmë vetëm që mos të ketë humbje jetësh tek fëmijët dhe mos të urojmë shumë, patjetër që urojmë me shpirt, por ka që e dinë se çfarë është procesi ku ti mund të marrësh materialin dhurues të një burri në botë që ndoshta e njeh, por ndoshta dhe nuk e njeh, pra fertilizim quhet si proces apo jo? Fekondim artificial. Mund ma shpjegosh pak hap pas hapi si ndodh, pra një çift që ka probleme në Shqipëri në mos bërjen të një fëmije apo një nënë që dëshiron, një grua që dëshiron të jetë një mama single. Cilat janë procedurat që ndiqen Alma dhe në aspektin tënd personal, sa pro je ti? Jam shumë pro. Patjetër, një nënë e cila nuk arrin vet, pse mos ta bëj fekondimin artificial. Një çift i cili nuk arrin për arsye të ndryshme shëndetësore, qoftë nga mashkulli, qoftë nga femra, pse jo, kur sot teknologjia ka evoluar, pse mos të ketë një fëmijë, pse mos të gëzoj jetën në ciklin e plot të saj.
Ne kemi bërë intervista, ne kemi transmetuar kronika në lajmet e Top Channel mbi fekondimin artificial, kur qoftë nëna ose babai, pra mund të krijohet embrioni, nuk arrihet të krijohet embrioni në mitrën e nënës, arrihet në laborator kjo gjë. Pra, mjekët, shkenca ka evoluar me një embriolog shumë të mirë që janë sot në klinikat të cilët e ofrojnë në Shqipëri, zgjidhet spermatozoidi më i mirë, veza më e mirë e nënës dhe kryhet fekondimi, ngjizja siç e quajmë në gjuhën popullore, kryhet në laborator dhe më pas kur janë mbushur ato ditët e veta, kështu të paktën na kanë shpjeguar edhe mjekët ginekolog, më pas embrioni vendoset në mitrën e nënës dhe është dhe kjo një probabilitet, mund të arrijë të qëndrojë ose jo, pra të krijohet fetusi ose jo, në varësi. Çfarë procedurash, protokollesh ndiqen? Si çfarë procedura? Domethënë një grua pra që dëshiron të ketë një fëmijë me fekondim artificial apo një çift, pra çfarë bën? Ku drejton? Pra drejton në një klinikë private. Për shembull, jo vetëm në klinikë private, se tashmë ne ofrojmë edhe në maternitetin në Koçu Glozheni, është edhe në shtet. Po, është edhe në shtet. Ky çifti ose kjo gruaja që dëshiron të jetë një mama single ka të drejtë të marrë informacion për donatorin, cilat janë kushtet që gjithë procedura që ndjekim, por dhe proceset ligjore. Ajo është një zgjedhje e nënës, është zgjedhje e nënës për ta ditur ose jo. Në dienin time zgjedhin për të mos e ditur kur janë nëna single, në mënyrë që mos ketë pretendent më vonë. Por në dienin time nuk duan të dinë se kush është dhuruesi. Ka shumë në Shqipëri që kemi raste të rralla, por unë jam pro dhe kanë bërë shumë mirë që e kanë bërë. Pse jo? Secili duhet ta shijoj të gjithë ciklin e jetës. Cikli i jetës është të lindësh dhe të arrish të riprodhosh. Cilat janë përgjegjësitë që donatori ka mbi fëmijët që mund të vinë në jetë për shkak të dhurimit të spermës së tij? Unë e di se është temë që përbën kuriozitet pra popullor përveç për këtë nuk është se kam shumë informacion, them drejtën, por mendoj që dhuruesi që janë me pagesë, ai shkëputet më pas se nuk ka asnjë lloj të drejtë më, nëse ai paguhet për këtë gjë, ka zgjedhur ta shesi materialin e tij genetik, nuk ka asnjë të drejtë mbi fëmijën që lind. Është një treg që kushton si ato që dhurojnë, por dhe si ato që marrin. Nuk kam informacion për këtë, Ronaldo, se në Shqipëri thash nuk kemi një treg të tillë, sepse kemi dhe të pa ligjëruar një gjë. Ne tashmë nuk kemi informacion se si funksionon. Jo, i pa ligjëruar, çfarë do të thotë? Edhe fekondimin artificial kemi një hapësirë ligjore për të cilën disa klinika e ofrojnë, por ligji është duke u kompletuar me nene të tjera, ndoshta ti ke dëgjuar ka pas një debat të fortë edhe për sepse të njihet edhe surrogacia, pra fëmijën ta lindi. Shumë ishin pro dhe shumë ishin kundër, një debat shumë i madh. Është ky projekt ligj që ka pasur debate të forta, nuk është miratuar ende, pra që të plotësohet e gjithë panorama e fekondimit artificial dhe jo vetëm. Mirë, do më lejosh 2 minuta hapësirë marketingu dhe rikthehemi shpejt në program. Nëse jeti radioje, nuk kemi një, por 3 për ty. Top Radio, Top Gold, My Music for every mood, taste, moment, vibe, age, for everyone. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com. Me Alma Demira, e cila sigurisht kërkon të jetë shumë e kujdesshme me përgjegjësinë publike si gazetare që mbulon dhe raporton probleme dhe jo vetëm të shëndetësisë në Shqipëri dhe në botë, sepse është një temë pra delikate edhe nuk do donim kurse si të përhapnim panik për një situatë që domethënë për njerëz që janë vulnerabël, pra mospasja e një fëmijë është padyshim është sfilice, se nuk do doja ta quaja fatkeqësi, për shkak se sot mjekësia dhe shëndetësia ka avancuar, por si gazetare Alma që mbulon shëndetësinë dhe e një mirë, pra me gjithë eksperiencën tënde gazetareske, çfarë mendon ti që duheshin propozuar, pra çfarë ndryshimesh duheshin propozuar në rregullimin e klinikave të fertilitetit për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen apo probleme të kësaj natyre? Çfarë mund të bëjë më mirë në këtë industri shëndetësie?
shëndetësisë i përket. Patjetër, shëndetësisë për sa kohë kemi të bëjmë me riprodhimin është çështje shëndetësie. Në fakt, Ronaldo, në Shqipëri thash ka disa klinika që ofrojnë, por nuk e di ma janë të gjitha këto klinika i kanë kushtet për ta ofruar fekondimin artificial. Pasi kërkohen kushte specifike, a i kanë ata laboratorët, sepse në fekondimin artificial laboratori ku qëndron embrioni për disa ditë është shumë i rëndësishëm. Dhe ne këtë nuk e dim. Thash, fekondimi artificial është një probabilitet, është një mundësi. Nuk është e thënë që një çift i cili ka vështirësi për të pasur një fëmijë, nëse kryen fekondimin artificial, do të arrijë me të parën. Okay. Unë njoh çifte që kanë kryer jo një herë, por disa herë dhe nuk e kanë arritur dot. Pra, fekondimi artificial është një probabilitet. Disa klinika thonë që ne kemi arritje të suksesshme, rezultate të suksesshme në 40%, disa të tjera pak më pak, ose më shumë sepse është kthyer dhe një biznes. Të kryesh një fekondim artificial ka kosto maramëndsa, jo të gjithë çiftet të cilët nuk arrin të kenë një fëmijë mund të shkojnë dhe të kryejnë fekondimin artificial sepse nuk kanë ndoshta të ardhurat, pra është e kushtueshme. Fatmirësisht ne Që do të thotë tu lind pyetja, a futet në mes të ajo që ne gjuajmë, në gjuhën popullore tregu i zi? Funksionon kjo gjë në Shqipëri në treg të zi, që fekondimi artificial, por nuk e di sa mund ta quajmë artificial, se do duhet shkosh pasaj në klinika, njëkohësisht edhe surrogacia. Në fakt, ne jemi në fazën ku po diskutohet pra ligji për riprodhimin, po shtohen amendamente dhe u kërkua dhe të njëjtë dhe surrogacia, sikundër u hodhën dhe hamendësime fakte konkrete zyrtare nuk ka pasur që surrogacia është kryer dhe në Shqipëri, por e paligjshme. Kështu që ajo që unë do të thoja është të rritet kontrolli për këto klinika, por besoj që me miratimin e ligjit të ri do të ketë edhe një kontroll të shtuar dhe po kështu pritet përveç maternitetit Koço Glozheni ku tashmë ofrohet fekondimi artificial edhe në shtet, pra për ato çifte që nuk e kanë mundësinë për shkuar në klinika private ose për shkuar në klinika jashtë Shqipërisë, të mund të kenë edhe këtë mundësinë në shtet, pse jo? Së shpejti pritet që të fillojë dhe në maternitetin Mbretëresha Geraldin, materniteti i vjetër siç njihet në popull, pra materniteti afër ish stacionit të trenit, dhe shpresojmë që së shpejti të arrihet kjo gjë edhe aty, në mënyrë që t'u japim sa më shumë mundësi çifteve që nuk arrin të kenë një fëmijë të tyre. Pse jo ta gëzojnë jetën me komplet ciklin. Me gjithë debatin që është bërë për sa i përket surrogacisë në Shqipëri, ju mendoni që duhet kodifikuar, pra duhet ligjëruar kjo gjë, duhet konkretizuar në optikën në optikën time, nëse nuk do të abuzohet me surrogacin, pra bëhet vetëm për arsye shëndetësore, për t'i dhënë mundësi këtyre çifteve që nuk arrin vet, pra nëna nuk arrin vet ta mbajë në mitrën e saj një fetus, por ofrohet një nën tjetër më e re që e mundëson këtë gjë për këtë çift, patjetër po, pse jo? T'ja japi mundësinë të gjithëve. Nëse pastaj do të ketë abuzime, sikundër u përfol që mund të përfshihen në trafik foshnjësh, shumë gjëra të cilat u hamendësuan, nuk është se kemi fakte konkrete, atëherë do isha kundër. Pra duhet ofruar, por me një kontroll të rrept. Qartë, mirë, do të flisim pak edhe 2 minuta për Shëndet me Almën, podcasti juaj fantastik që e ka prekur shumë fort edhe botën virtuale. Faleminderit. Ka një diskutim shumë të madh, Alma, që në këtë botën virtuale të Gen Z-s, kryesisht të Gen Z-s, mbizotërojnë vetëm materiale vulgare, materiale pa kontent, dhuna, por ja që edhe kur flitet për Ozempikun, edhe kur flitet për HIV-AIDSin, edhe kur flitet se çfarë të konsumojmë, që bisedat që janë bërë në podcastin tuaj janë bërë shumë virale, nuk e di sa të informojnë për këto platforma sociale, nuk e di sa mirë e njihni. Faleminderit, më vjen mirë, në fakt më kanë thënë, nuk kisha shumë njohuri në fillim, unë në rrjetet sociale kisha përdorur vetëm për pak për familjen time, për kënaqësinë time, për 2 fëmijët e mi, por më kanë ardhur kam një feedback shumë të mirë. Dhe Shëndet me Almën është dashuria ime më e re. Është e duar shumë, e bëj me shumë qef. Më vjen mirë që dëgjoj këto fjalë që ka content që e duan njerëzit. Në fakt e kanë treguar dhe review-t
Instagramin unë ndjek shumë në fakt dhe shikoj që ka një rritje dhe e duan njerëzit në momentin që hedh një pjesë të shkurtër reel siç quhet. Po. Menjëherë fillon ajo rritja e klikimeve dhe po e shijoj shumë Cila Ronaldo. është deklarata, kurioziteti, analiza që të ka shokuar më shumë në atë studio? Se për ty shëndetësia nuk është fushë e re, por gjithmonë ka për të zbuluar. Që ke Patjetër. thënë paska dhe kështu. O patjetër, unë kam thënë që do kem mjek shumë të mirë profesionist. Të gjithë mjekët janë profesionistë, por unë kam deklaruar që do kem on top. Dhe së fundmi kemi pasur profesor Arjan Harxhin, i cili është mjek infeksionist dhe merret pikërisht me sëmundjet seksualisht transmetueshme me HIV/AIDS dhe kam një reel që nuk e di bëj mirë ta zbuloj apo jo, nëse e dinit ju që sifilizi ka çmend quhet smundje aristokratëve. Që do të thotë? Që në libra në Ana Karanina, nuk e di e ke lexuar, që do të thotë shfrenimi seksual ndodhte tek aristokratët dhe kjo smundje përhapej tek ata, por sifilizit prek trurin dhe i çmendte aristokratët. Pra dhe shumë të tjera lidhje me se futemi prap tek meshkujt që nuk darin, tek meshkujt biseksual të cilët kanë marrëdhënie edhe me një grua, me të njëjtës, edhe me të njëjtësin e pashët, edhe ishte po ashtu një nga videot më të shikuara në faqen e topit. Profesor Harxhi më pëlqeu dhe jo vetëm profesor Harxhi, por edhe në Shëndet me Almën, bëri një thirrje për rinin shqiptare. Mos i bullizoni, mos i diskriminoni. Të gjithë janë të lirë në prirjet e tyre seksuale, por jetojini, shijojini shëndetshëm. Pra duke u mbrojtur që të mos infektoheni. Pra ka shumë gjëra, thash, sa herë unë rri me mjekët, bëja intervista për lajmet, por lajmet aq të mundson një hapësirë të shkurtër deri në 2 minuta. Ndërkohë kjo hapësira e re 30 minuta dhe me mjek që kanë kokën plot dhe ke çfarë tu marrësh, janë jo vetëm për mua, por edhe për audiencën e Shëndet me Almën shumë të vlefshme. Në fakt ishte një emision shumë i rëndësishëm sepse përpara se të publikoj emisionin, unë pash një video të tmerrshme online me student të vitit të parë të mjekësisë që nuk dinin të shpjegonin çfarë ishte HIV/AIDS-i. Edhe shumë mirë për të thyrë këto stigma të tmerrshme që fatkeqësisht janë disa vende të botës, por kryesisht në Shqipëri. Edhe turoj shumë suksese me podcastin tënd të mrekullueshëm, edhe më vjen mirë që ka një hapësirë shumë të mirë në top për këtë gjë. Edhe dhjetor të bukur Alma. Besoj në fund vit është një zakon që ju informoni çfarë ndodh me këto probleme të kapsollave fshekzjarreve, është të mërshme. Unë me kapsullat ndoshta merret kolegja ime që merret me kronikën, por unë do të merrem pak me shëndetin, me ushqimet që do konsumoj, me alkoolin që shkon me këto kapsullat mund t'i çon edhe në spital, pavarësisht që janë tek të gjitha na çon në spital. Jo tek e zeza, po tek e gria, base. Por çdo gjë na çon në spital, Ronaldo, fatkeqësisht. Deri në 31 në punë, lajmet? Patjetër po. Sa vite ke që e bën këtë gjë? Unë kam filluar në 99-ën, mund të them 25-26 vite në që bëj gazetaren. E ndjen ende adrenalinën e lajmit? Të them të drejtën, nuk më ka shtëruar. Edhe me këtë dashurinë e re Shëndet me Almën që do një tjetër impenjim, e bëj me shumë qef dhe nuk se më pyesin, po lodhesh tani se ke ngarkesë? Jo, këtë e bëj me shumë qef, ndoshta nuk e ndjej lodhjen vetëm nga dashuria që kam për këtë gjë. Është adrenalinë më vete gazetaria dhe çdo gjë që ti ofron për audiencën tënde. Qartë. Unë të falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana. Të uroj një ditë të mbarë në vazhdim me ditë që të pretë rutina e lajmeve, kështu që faleminderit e dhjetor të bukur Alma. Shumë faleminderit Ronaldo për ftesën, e shijova shumë, gëzuar festat edhe ty. Faleminderit e dashur. Mirë, këtu mbyllim të pjesë të parë të programit. Kemi të kaluar limitet e bisedës, më thot Wizy DJ, por folëm për gjëra të rëndësishme. Rikthehemi shpejt në Live from Tirana.